quhem Dori, kam gati 3-4 vite që punoj këtu te këtë lokal. Bashkë me çunat e tjerë. Kur e keni marrë për herë të parë njoftimin që stendat që ndodhen jashtë biznesit tuaj do hiqeshin dhe do ju linin vetëm tavolinat? Diku te 15 ditë para ndeshjes. Pastaj ka ardhur nuk ishte njoftim, ishte si kërkesë. Ka ardhur një kërkesë tjetër e dytë për heqjen e çadrave për arsye të masave të sigurisë për shkak të ndeshjes që ishim me Serbinë. Dhe pas mbarimit të ndeshjes supozohet që tendat do riktheshin sërish aty ku ishin. Po sepse kjo që ka ndodhur edhe një mos gabojmë me Roma Feyenoord që i kanë hequr për arsye sigurie dhe të nesërmen i kemi rivendosur përsëri. Pavarësisht dhe kjo është një kosto shumë e madhe për ne si biznese. Po është e detyrueshme për t'u bërë për shkak të masave. Ju të nesërmen pas përfundimit të ndeshjes tentuat t'i vendosni? Të nesërmen tentuam që t'i vendosnim, pra filluam nga puna duke i sjellë përsëri gjërat që hoqëm këtu. Në momentin që po fillonim që po montonim disa nga çadrat, na kanë ardhur përsëri mëteja me arsyeën që nuk na lejon më që t'i rivendosim prapë, sepse është ndërtimi i paligjshëm. Këtë radhë quhet çështje penale. Kjo është pron private, që do të thotë që kemi me dikë tjetër një marrëveshje. Për ndeshjen mund të jetë shumë në rregull që për sigurinë neve duhet t'i heqim apo duhet t'i mbyllim në vend çadrat, por që ta prish prapë dhe mos ta ndërtosh më, besoj se kjo është një dëm shumë i madh. Për ne si punëtor në radhë të parë se do fillojmë të shkurtohemi dhe ne nga personi që e ka. Jam pothuajse me të gjithë lokalet kanë gjithë nga 50-60 punëtor me këtë pjesë jashtë që mund të punosh tani mas dite, po gjithë ditën nuk ulet njeri se mbi dielli. Ndihmë nuk punon dot sepse në shi nuk ulet njeri, veç me pjesën brenda ti nuk mund të mbash dot 60 veta staf apo 50 veta staf, ti paguash taksat, paguash të vëshën, është çike vështirë shumë. Çfarë vendimi do merrni tani? Ne thjesht jemi duke pritur. Po konsultohemi të gjithë bizneset rreth e përçark se si do operojnë, plus edhe me arenën janë duke folur. Po akoma nuk është marrë një vendim se çfarë do bëhet.